Në Tiranë, Aleanca e Grave Deputete kërkoi sot rritjen e mëtejshme të përfaqësimit të tyre në politik dhe institucionet vendimmarrëse. Në zgjedhjet e fundit vendore, ato zurën rreth 35% të vendeve për këshilltare bashkiake. Tani ato synojnë të arrijnë gjysmën e kandidaturave për zgjedhjet e përgjithshme. Gjendja e grave në Shqipëri vazhdon të jetë e rëndë dhe të drejtat e tyre njerëzore shkelen gjerësisht. Veprimtarët besojnë se gjendja mund të përmirësohet me pjesëmarrjen e tyre më të madhe në punën e institucioneve politikbërëse. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana. Aleanca e Grave Deputete kërkoi sot rritjen e mëtejshme të numrit të grave në politikë dhe vendimarrje përmes një angazhimi më të madh të vetë atyre dhe përmes lehtësirave ligjore që po sigurohen hapasapi pro tyre. Aleanca organizoi sot një takim me UNDP dhe me gratë në pushtetin vendor për të rritur më tej këtë objektiv, sepse është provuar tashmë thënë ata që në sektorët ku drejtojnë gratë, qeverisja ka më tepër rezultate dhe më pak korrupsion dhe shpërdorim pushteti. Numri i grave deputete në 2 legislaturat fundit, pra vetëm në 2 legislatura, është trefishuar nga 7 në 21%, kur numri i grave ministre në qeveri është shumë fishuar, kur numri grave në administratën publike e ka përcyer dukshëm kuotën e përcaktuar prej 30%. Për të ardhur të zgjedhjet e fundit të pushtetit vendor, të cilat do t'i quaja realisht një kapërcim. Në kryetare e parlamentit Valentina Leskaj thotë se në zgjedhjet vendore ishin 50% gra kandidate dhe u zgjodhën rreth 35% të tyre. Tani është koha që kuota për gratë në politikë të rritet më tej, tha ajo. Aleanca e Grave Deputete mendon se ligjet, kuotat dhe zgjedhjet e fundit vendore nuk sollën vetëm shifra për grave, por zbuluan edhe cilësitë e tyre qeverisë. Tani nevojitet thonë ato që ndërshmëri në këto arritje dhe të ngrije nivelet e tjera përfaqësimi grave në institucionet vendimmarrëse. Ajo që u arrit në zgjedhjet e fundit për këshillat e pushtetit vendor, tani synohet të arrihet edhe për zgjedhjet parlamentare. Kërkojmë të drejtën tonë jo 40%, por neve duhet të kërkojmë 50%. Sepse besoj që aq jemi shoqëri, pse jo mos kemi 50% edhe të listave për parlament. Jemi të gjitha bashkë me një platformë të caktuar të përbashkët. Duhet jemi të flasim me të njëjtën gjuhë, duhet jemi bashkë në të njëjtën kohë, në të njëjtin vend. Shoqëria civile dhe organizatat e grave po përpiqen që të shtojnë deri në 50% kuotën e grave në parlament. Gratë dhe vajzat shqiptare kanë ende një status të ulët në shoqëri, ato vuan nga dhuna në familje dhe diskriminohen në punë, ndërsa të drejtat e tyre fillestare njerëzore shkelen rëndom si në qytet dhe në fshat. Veprimtarët besojnë se duke rritur numrin e grave në institucionet vendimmarrëse, do të rritet edhe kujdesi ndaj tyre, duke hartuar ligje në favor të grave dhe vajzave për t'i trajtuar ato me dinjitet si qytetare të barabarta me burrat, edhe pse këta të fundit i kanë hyrë angazhimeve politike shumë më herët. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.